Në atë seancë, siç e pati, ishin disa interpelanca, njëra nga të cilët bëra unë dhe një tjetër nga zonja Jorida Tabaku. Interpelancat shërbejnë dhe për të informuar opinionin publik se në çfarë situate është vendi. Konkretisht unë kisha interpelancën për inkriminimin e policisë shtetit, i cili ka arritur maja tani më, mjafton të referohesh ngjarjeve më të fundit, qoftë ajo e aeroportit, apo ajo e shefit krimeve të Vlorës, i cili u kap me 460 kg kokainë nga autoritetet gjermane. Në këtë aspekt, inkriminimi i institucioneve të shtetit, në veçanti i policisë shtetit, ka sjellur një pasiguri të theksuar në jetën e përditshme të qytetarëve dhe është kthyer në një garanci për kartelet e drogës dhe krimin organizuar. Në çdo atentat apo vrasje, në çdo trafik droge, në çdo kapje të drogës, gjithmonë del një efektiv i policisë i përfshirë. Ajo çfarë faktoi që kjo ka arritur majat ishte ngjarja e aeroportit. Sepse për 2 orë, në një rrezë për 20 kilometrash, nuk gjendeshe asnjë policë gjatë asaj kohe kur u bë atentati. Pavarësisht se aeroporti ruhet edhe nga ushtria, edhe nga shërbimi informativ, edhe nga policia. Dhe pavarësisht se atë ditë normalisht duhet ishin shtuar edhe forcat e sigurisë për shkak se kalonte një delegacion pikërisht në momentin kur bëhet atentati. Dhe pavarësisht gjitha këtyre nuk ishte asnjë siguri, por atentatorët kryen vrasjen e tyre të radhës.